Prej momenteve që porositet që të përmendet bismillaja, është momenti kur njeriu del nga shtëpia e tij. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, me emrin e Allahut. Ju mbështeta Allahut, nuk ka forcë dhe fuqi për të arritur të mirat apo për të larguar nga të këqijat, vetëm se me forcën dhe fuqinë dhe suksesin e Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur njeriu don me dal nga shtëpia e tij, rrethohen xhinët dhe shejtan për t'u mbledh. Dhe në momentin që ky njeri e thot këtë fjali, xhinët dhe shejtan son largohuni prej këtij, se ky është i mbrojturi dhe i garantuar i Zotit. Kaq e thjesht. Por çel çderën me dal jashtë, thoj bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah.